Deputeti nga radhët e Vlenit Adnan Azizi thotë se kolegët e tij opozitar në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut përmes tentimit për të bërë show mediatik, po e pengojnë punën e ligjvënësit dhe zhvillimin e shtetit. Akuzat që sipas tij bëhen nga deputetja e ASH-s Ilire Dauti ndaj kryetarit aktual të kuvendit Afrim Gashi për zhvillimin e seancës parlamentare janë po të njëjtat procedura, nëpër të cilat janë nënshkruar dhe i kanë mbështetur po të njëjtit deputet, kur kryetari kuvendit ishte Talat Xhaferi. Për të njëjtën procedurë të cilën e ka bërë Talat Xhaferi si ish kryetari kuvendit 161 herë, të njëjtën e bani Afrim Gashi dhe ato e bllokuan seancën. Do të thotë, një ligj mund të jetë në diskutim, kur përfundon diskutimi, mund vihet në një seancë tjetër për votim. Gjë që ka ndodhur tash 161 herë. Pas një arsye, pas një pretekst, këto po i bllokojnë seancat 3 herë radhazi për një gjë që e kanë bën 161 herë. Show-i atine është se po shkelen procedura, po shkelet gjua shqipe, edhe dje ndodhi një show, një teatr ku Ilire Dauti do me thënë e bllokoi seancën për një arsye të cilën e ka shkel me dikëmbët 2 herë më shumë, radhazi, do të thotë, dokumenti që është i shkruar në gjuhën maqedone, ajo ka nënshkruar 2 herë mbi atë dokument. Ndërsa e problematizojte se pse Afrim Gashi ka nënshkruar ku është maqedonisht, do me thonë dokumenti, jo te dokumenti në gjuhën shqipe. Që i bie këtu ka një hipokrizi të papar, duke dash të poentojnë dhe të prekin në emocionet e popullit, që në fakt në të kaluarën as që i kanë diskutu, po i kanë kalu, do me thonë, me plot ëndje dhe pa më i problematizues. Në lidhje me bllokimin e ligjit për përfaqësim të drejtë nga ana e deputetëve të opozitës që shfrytzuan Badenterin, Azizi thotë se kjo është vetëm zili ndaj punës së Vlenit. Ju e dini se ata nuk e kanë sjellë një ligj, edhe pse deri në 2004 nuk është dashur ta sjellin ligjin për përfaqësim drejt, nuk e kanë zgjidhur problemin e jurisprudencës dhe është punë smire, është punë xhelozie, është punë inati. Tani kur unë se kam bën 22 vite dhe vini ju e bani për 2 vite, si ka mundësi të deklaron, thonë se halal ju qoftë, bravo ju qoftë që po i sjellni këto ligje. Normal që ato do mundon të kamuflohen, kurse ligji nuk është ashtu si duhet, nuk ka masa ndëshkimi, nuk përfshin interesat shqiptare, pa i ligj është vërtet i punuar ashtu si duhet nga ekspert, me ekspert ndërkombëtar që do ta mbillni çështjet e përfaqësimit, edhe provimet profesionale do të jepen në gjuhën shqipe. Ligji për përfaqësim të drejtë ka kaluar të gjitha procedurat kuvendore, por kur erdhi momenti për votim, Gashi e ndërpreu seancën. Për miratimin e këtij ligji nevojitet Badenteri vogël, përkatësisht shumica e deputetëve të pranishëm nga bashkësitë etnike. Opozita, e cila e ka shumicën sipas parimit të Badenterit, nuk pajtohet me zgjidhjen ligjore. Situata me numrat në kuvend paraqitet e tillë. Shumica ose vlen numron 11 deputet, ndërsa po aq ka edhe BDI-ja në opozit. Pjesë e opozitës pavarësisht se të ndarë nga opozita, janë edhe Lidhja Shqiptare e Ziadin Selës, ka 3 deputet, ndërsa Aleanca për Shqiptarët e Arben Taravarit po ashtu ka 3 deputet.